Përshëndetje miq, sot është një temë në lidhje me si të veproni me anën e plot në gafore. Duke qenë se udhëhiqet nga nëna ën, është që kërkon dhe ndoshta i ndjeni që ndjehet emocionale, kërkohet siguria juaj, ashtu sikurse dhe lidhja akoma dhe më shumë me familjen tonë. Në fund të fundit, mbi të gjithë familja dhe shtëpia jonë janë rrënjët. Mësoni që unë do të ndaj në 3 pjesë. Pjesën e parë në lidhje me zonën e shtëpisë në gafore, që është me numër 4, ndërkohë energjia e gafores dhe si ju të krijoni të meditimin tuaj për falje dhe ndërkohë edhe për mirënjohje. Mësoni që ne kemi hyrë në vitin 2026, i cili është me numër 1 dhe do të thotë që ne që të gjithë jemi të ftuar të lidhemi me veten tonë, akoma dhe më shumë për të vazhduar ku ju jeni. Në këtë moment që të gjithë ndjeni që është sezoni i dimrit, është me të vërtetë fjala është mençuri, dhe që të gjithë e ndjeni që keni një lloj ndryshimi dhe ky ndryshim kërkon dhe zhvillim. Pse? Sepse universi punon ndryshim, zhvillim me shekuj në këtë shekull, për të cilën në shekullit 21 me numrin 3 do të thotë manifestim, por në vetvete në numerologji numri 2 dhe numri 1 ka një kuptim. Numri 2 është që ne jemi në partneritet, ne jemi në marrëdhënie, ne jemi në ekuilibër, se kështu na ka krijuar krijesa në këtë trup multidimensional me 2 mekanizma, mendja që ne mendojmë dhe shpirti që ne drejtojmë. Ashtu sikurse dhe në marrëdhëniet tona, ne lidhemi, ne kemi krijuar familje, ne kemi marrëdhënie në punë, marrëdhënie kudo, pra që të gjithë kështu është krijuar. Pra jemi në ndryshim, jemi në zhvillim. Në këtë moment që të gjithë jemi të ftuar të vazhdojmë rrugëtimin e shpirtit tonë, ku ndodhin dhe një mrekulli është që filloi dhe me anën e re, anën e plot në 3 që e kaluam dhe bëra një video para kësaj, për të cilën është që të gjithë kërkojmë intuita jonë, që të gjithë të arrim në ndjeshmërinë tonë, që të gjithë të arrim në siguri emocionale, që të gjithë të arrim në vënien e kufijve. Është koha. Ndërkohë, duke filluar që të gjithë me këtë në zonën e 4 është që ka të bëjë me shtëpinë tonë dhe me familjen tonë. Pra është tema, mësoni që nëna Han ka të bëjë me atë që ndjejmë në emocionet tona, e kemi në brendësi të shpirtit tonë, dhe që të gjithë ne kemi ndikim, në jetën e parë, kushdo që t'jetë, nuk e dini tani, keni hyrë në një proces, jeni të hapur, jeni vullnetar, pra shpirti juaj ka marrë mësimet e dur, dhe keni ardhur në shenjën e gafores, për të cilën ju fton që të gjithë që edhe pse keni emocione, pra ndjeni emocione dhe sidomos me familjen, me njerëzit tanë, pra motra, vëllezër, prindër e tjera, ndoshta me gjyshe, pra ashtu sikurse dhe me miqtë tuaj që i keni si familje, i konsideroni si të familjes. Mësoni që bëhet fjalë në këto 2 javë, pra sipas zonës që ju e keni, bëhet fjalë në lidhje me nevoja që ka familja jonë dhe kujdes, hapësira dhe koha që ju duhet t'i jepni vetes tuaj. Pra edhe pse ne jemi të lidhur me familjen, ne duhet që shkojmë nevojat e tyre, por ndërkohë edhe këto 2 javë edhe nevojat në lidhje me veten tonë, pra të lidhemi dhe të reflektojmë çfarë na sjell shpirti në. Mësoni që mesazhi në nësën është për të gjithë ne, duke qenë se është në kundërshtim me shenjën e diellit, pra drejt për drejt është. Ndërsa nëna Han ka të bëjë me ndjenjat tona, me rrënjët tona, sepse ne kemi këtë ne kemi në shpirt, është kundrejt bricjapit që është strukturë.
pra sepse në fund të fundit ne jetojmë në këtë tokë, ne jetojmë dhe elementi i tokës për të cilën ju e dini që është, po do ta mos e zgjatem shumë video të ta tregoj në energjinë e gafores. Tani çfarë ndodh është pra nëna mesazhi është që na fton që të gjithë të vetë pranojmë veten tonë, me të vërtet të vetë pranojmë veten tonë, qoftë gabimet tona, qoftë edhe të tjerëve, me vërtetësi, me qëllim që të alërim në siguri emocionale. Tjetër është kërkon sa më shumë ne të ndjejmë ato që na sjell trupi jon, pra çfarë na sjell trupi në moment, aq më shumë ne do të arrim të rrisim intuitën tonë, dhe sa më lart jetë intuita jon, aq më shumë ne do të arrim në siguri emocionale. Por kujdes, sepse në kohën që ju e ndjeni që keni një ndjeshmëri të lartë, kujdes nga nervozizmi, kujdes se ndjeshmëria mund të jetë dhe nga ana, pra je ndjeshëm dhe ndoshta nuk ndjen me fëmijët e tuaj tjera, kujdes nga nervozizmi, ashtu sikurse dhe nga ndjeshmëria emocionale, pra jeni të vëmendshëm, pra si janë ndjeshëm, okay që je i ndjeshëm, po si janë emocionet, a janë emocione me të vërtet të dhimbshme, të gëzueshme, apo janë emocione të dhimbshme duke mbajtur inat ose zemërime tjera, pra çfarë ju sjell trupi ju që të gjithë jeni unik, pra jeni të vëmendshëm. Tjetër është kërkohet ekuilibër, dhe ekuilibri ka të bëjë me të vërtet me atë midis nevojave tona të brendshme, të shpirtit ton dhe ambicjeve tona në këtë kohë. Pra a jemi ne duke bërë gjërat kudo në çdo marrëdhënie me atë që ne ndjejmë në brendësi, si ta kuptoni, në qoftë se ju ankojeni për jetën, ju jeni në brendësi, pra atë treq nuk je mirë në brendësi, nuk je në veten tënde, pra je me energji të ulta, dhe kjo i bën që ti t'jesh i pakënaqur me jetën. Në një marrëdhënie, në qoftë se ti e shikon marrëdhënien që diçka nuk shkon dhe vëgishtin këtë të tjerët, je vëmendshme, je edhe në veten tënde, pra kërkohet një ekuilibër me të vërtet midis nevojave vetë ti, sepse asgjë nuk ndodh pa shkak, dhe ambicjeve që keni në jetën tuaj, në çdo lloj marrëdhënie, punë, shëndeti juaj, apo marrëdhënia romantike, apo marrëdhënie me prindërit, me të tjerë, pra kudo jeni të vëmendshëm. Ndërkohë është nëna kërkon, okay që ne punojmë si kal, sepse ne punojmë dhe do të punojmë se do të jetojmë. Por okay që punon si kal dhe në vetvete, pra për të rritur qëllimet tuaja, veten tonë personale, por jeni të vëmendshëm që edhe pse nuk tingëllon, pra që punojmë si ka, nuk tingëllon e pakëndshme, përsëri universi na mëson që çdo gjë, pra energjia, sepse çdo gjë është energji, dhe ne jemi energji, dhe ky shpirt, çdo gjë do kohën dhe vendin e vet. Pra çdo gjë ka kohë dhe gjithçka, pra ka kohë dhe vendin e vet. Ndërkohë është duke qenë se është në anë që ne kemi në brendësi, po dhe dielli, sepse është identiteti jon dhe nuk ka rëndësi, pra se si ndjeni në këtë moment, është të kuptoni që kërkohet ashtu sikurse dhe planetet në këtë kohë që ne jemi, kërkohet të arrijmë në ekuilibër në lidhje me sigurinë tonë emocionale, në lidhje me qëllimet tona, në lidhje me nevojat tona, pra që të gjithë duhet të arrijmë në ekuilibër. Në qoftë se ne këto nuk do të kemi ekuilibër, ne përsëri do të kemi vështirësi. Kuptoni tjetër që kërkon, ndoshta, okay që ne merremi me veten tonë, por tani jemi të vëmendshëm akoma dhe më shumë edhe me nevojat e familjes tonë. Pra qoftë në shtëpi, qoftë në familjarët tanë, dhe në qoftë se ka gjëra që duen me të vërtet që shpirti ja u sjell dhe ka nevojë për të krijuar dhe për të liruar nga çdo gjë që nuk ju shërben, qoftë nga ana e vetes, qoftë dhe ti ose të tjerët me ty, pra çfarëdo lloj që mund të keni krijuar në lidhje me emocione të ndryshme, pra këto është që mbi të gjitha të arrini në sigurinë emocionale, është ajo çfarë dëshiron ti vetë që të, dhe ajo që kërkohet është me të vërtetë që të investosh energjinë tënde në këtë fushë për të arritur me të vërtetë në gjendjen tuaj paqen e brendshme.
që të gjithë nafton, në qoftë se ne kemi probleme pra me familjarët tanë, me shtëpinë tonë, është që ne duhet të ulemi me veten tonë dhe t'i lëm këto probleme që t'i zgjidhim tani. Ndoshta ndjehet që e trembur, pra nuk se e ka këtë gaforja që nuk do se kujton se do të lëndoj familjarët. Ndoshta ndjehet se ju sjell në nahën emocionet që të trembe, ju nuk keni pse të trembeni, ju ndihmojeni, ju nuk do të shkëputeni nga njerëzit tuaj, as nuk do t'i lini përkundrazi, ne do të na jepet mundësia duke liruar këto emocione që ne të zgjidhim jo vetëm sigurinë tonë emocionale, por dhe marrëdhëniet tona do të bëjnë akoma më mirë me njerëzit tanë. Ndërkohë është të kuptoni, si do që t'jetë janë njerëzit tanë, si do që t'jetë, pra ndaj bëni më të mirë që ta arrini në siguri, në emocionale, të mos lini emocionet me impulset e egos që të lëndojnë njeri tjetrin. Ndërkohë, ndoshta ju keni nevojë për mbështetje, se varet kush e dëgjon, për ta bërë këtë veprim të sigurimeve, pra çfarë ju sjell në anë. Ndoshta keni nevojë për ndihmën e angjëve, angjët mund të jetë njerëzit që ju doni, prindrit tuaj, shpirti juaj, po kështu kryeangjëjt, mjeshtat e dritës e të tjerë, që të gjithë jenë unik. Perëndeshat unë bëj video, sidomos për anateria, janë me të vërtet kryeangjëjt edhe ashtu dhe perëndeshat, por ndërkohë të kuptoni që të gjithë ne ndihmohemi dhe prandaj jeni duke dëgjuar këtë video, jeni të vëmendshëm, kjo ju sjell dhe betejë midis nevojave tuaja, pra kush janë nevojat tuaja, ajo që ju dëshironi në lidhje edhe me karrierën tuaj, sepse është dielli që është në shenjën e Bricjapit, dhe Bricjapi ka të bëjë me temën e karrierës, me atë çfarë do të bëni këtu. Pra jeni të vëmendshëm në lidhje me karrierën tuaj, pra ju që keni arritur, ashtu me punën që ju bëni, ashtu dhe me nevojat e pra atë çfarë pret familja juaj, pra pritshmërinë e familjes tuaj. Ndërkohë të kuptoni që kërkojt ekuilibër. Okej, le të themi që je një person që ke një rritje, pra kërkon rritje në lidhje me aftësitë tuaja personale. Pra edhe je një person që i kushtohet shumë karrierës, kujdes, duhet të arrihet. Okej që je, pra kërkon dhe vazhdon je duke i vëmendshëm të mos harrosh se ke shtëpi, ke familje, ke njerëzit kudo, pra nëse je i lidhur me karrierën. Ndërkohë është për ju që jeni shtëpiak, dhe ju, pra se kush mund t'jeni shtëpiake, dhe ju mund të kontriboni sadopak në këtë shoqëri me qëllim që të arrim në një ekuilibër, pra kërkojt ekuilibër, pra jo vetëm të rish në shtëpi, në fundit ne jetojmë, ne të bëjmë diçka edhe në lidhje me atë që ju keni vlerë në botën tonë, në tokën mamë. Mësoni që si ambicia, si angazhimi ecin dorë më dorë, me qëllim që të krijohet siguri, paqja e brendshme. Pra mos e ndjesh vetëm duke ndenjur në shtëpi dhe duke mos kontribuar jashtë, i vetmuar e mtetash. Pra kjo është që ne të kontribuar prandaj dhe sidomos me shtëpinë dhe familjen tonë. Pra të bëni më të mirën. Mësoni që e zëm që je një person që e ndjek karrierën. Pra okej, sepse në fund të fundit është jeta jonë personale, ne do të paraqitemi, do të bëjmë diçka në këtë tokë. Dhe e zëm që ke sukses, dhe sidomos kur jeni të lidhur me atë dëshirën e shpirtit, talentin, ndërtim, me vlerën tuaj, sigurisht që ju keni sukses. Dhe në këtë rast vllastohet dhe familja juaj, dhe çfarë ndodh, edhe familja juaj angazhohet dhe të ndihmon që ti ta vazhdosh këtë, pra të frymëzon, pra të jep që të ndjekësh këtë ambicie në lidhje me karrierën. Pra si thuash, angazhimi, pra ambicia jote për të vazhduar në lidhje me karrierën, por edhe në lidhje me familjen tuaj është dorë më dorë, pra ambicia juaj me angazhimin edhe të familjes, pra kjo është që kërkon në anë. Ajo që do të thoni me ënën e plot janë këto mantra, përdoreni gjatë gjithë kohës derisa të vijë ëna e plot në Luan. Pra gjatë këtij muajit është unë jam i sigurt,
unë jam i patrembur, unë krijoj ekuilibër emocional me familjen time, unë e dua familjen si familja më do mua, dhe këto duke i përdorur, sidomos unë ju kam thënë që dilni në balkon, në dritare, shifeni qelin, para se zgjojni me lindjen e diellit, nëse ju ndiqni shpirtin, ju keni krijuar edhe atë rutinën tuaj, pra higjienën e shpirtit, dhe në këtë rast është ti përdorni këto mantra. Ndërkohë, pjesa e dytë është që ka të bëjë me energjinë. Energjia pra e nënës e Gafores ka të bëjë është elementi ujë, dhe në elementin e ujit ne kemi dhe shenja të tjera që është në të vërtet Gaforia, është akripi, është dhe peshqit. Dhe elementin e ujit ju e dini tash se unë bëj shumë video që ka të bëjë me atë që është emocionale, është ka të bëjë me emocionet e zemrës, pra zemra që ndjen, është i ndjeshëm, është krijues, është janë empat. Pra në këtë prizëm që janë me të vërtet emocione që vinë nga zemra jonë, pra kemi një ndjeshmëri, ndërkohë është elementi i tokës, për të cilën ka të bëj me demin, me virgjëreshën edhe me bircjapin, dhe toka ju e dini që janë të bazuar, janë me strukturë, janë të qëndrueshëm, janë të disiplinuar, janë të organizuar, janë punëtor, janë praktik, pra si e ndjeni veten. Këto janë që ju do t'i ndikoj më shumë tek ju që keni këto shenja, por ndikon tek të gjithë, sepse ne jemi të lidhur, ne do t'i kalojmë të 12 shenjat, ne do t'i kalojmë të 12 dhe biles për një pjesë nga ju edhe nënën e anë 13, që ky vit ka 13 ëna, dhe është një bekim që të gjithë, dhe ky vit është që nafton që të gjithë ne që të sjellim, pra jemi të lidhur me veten tonë, dhe që të gjithë na rikëtem dhe njerë me qëllim që të hymë çfarë do lloj gjëje që nuk na shërben, që e ndjem dhe që na i sjell shpirti jon, ne do t'i lëmë të shkoj. Ndërkohë të kuptoni që energjia është i varur dhe i nevojshëm. Është e vërtet që është kjo energji, pra ne jemi jo vetëm të varur, por ne dhe jemi të nevojshëm, sepse që të gjithë ne kemi familje, dhe familja e shtëpia jon janë rrënjët tona, se edhe nëna është që ne kemi ardhur me këtë mrekulli shpirti jon, janë këto organe tona, është kjo zemër që na mban 24 orë, pra me rrënjë, në fund të fundit rrënjët tona është vendlindja jonë, është toka. Ne kemi ardhur që të gjithë në këtë tokë me fryma shpirti, dhe zemra është ajo që ka misionin dhe drejtimin e jetës tonë, dhe në këtë rast që të gjithë të kuptoni që jemi në rrënjët tona janë këtu në këtë tokë. Shpirti është i përjetshëm, ne kemi ardhur nga prindrita, nga kënaqësia e dy energjive, sepse kështu punon universi me energji 2-3 energji, dhe ky është ekuilibri magjisë së pastër të gjithçkaje që është krijuar në këtë univers. Tani çfarë do të thotë është që ju do të filloni, do të përdorni këto pyetje. E para, çfarë dëshiron shpirti juaj të shfaq për ju? Bëni një ditar, majni shënim këto pyetje. Çfarë dëshiron shpirti juaj të shfaq për ju? Bëj pyetje kur uleni, por do të vazhdojmë. Tjetër, çfarë emocionesh ju sjell shpirti juaj? Dhe çfarë ju përshpërisin, çfarë duan të tregojnë? Jini të vëmendshëm. Dhe tjetër, e treta, kush është, çfarë është që duhet e mbani akoma fort dhe që duhet ta lëshoni? Okej? Jepini me vërtetësi përgjigje për atë çfarë ndjen shpirti juaj. Unë ju motivoj, unë nuk ju ndryshoj, por të jeni të sigurt që universi punon me ndryshim, punon me zhvillim. Ju nuk është se do të ndryshoni, ju Diana si që është. E vetmja gjë që unë arrita paqen e brendshme, arrita mrekullin, arrita të kuptoj që sa më shumë unë lirova, dhe sidomos fëmirin ton të mbytur, unë gjeta talentin dhe dhuntin, dhe kjo ishte që jam komunikuesja me ju, dhe në këtë rast, duke qenë se isha një shpirt
i vuajtur dhe kanë vuajtur shumë, këto vuajtje tani jap me ju, pra atë që kalova vet e reflektoj te ju, pra kjo nuk është se ju do të ndryshoni, ju do t'i qëndroni në të njëjtën familje, në të njëjtën shtëpi, kudo që t'jeni, në kuptimin e mirë të fjalës, pra atë që ju dëshironi, por vetëm atyre kur ju reflektoni në veten tuaj. Dhe në këtë rast janë këto pyetje që po ju japun duke ulur me veten tuaj. Tjetër është 5 pyetje kryesore që do t'i bëni, po me vërtetësi do të përgjigjeni. E para, a kam qenë i pasigurt, i varur dhe i besdisur? E dyta, a jam përpjekur të marr pra dëshirat e mia në mënyrë të tërthort apo të drejt për drejt? E treta, a kam qenë i nevrikosur? A kam qenë me humor të keq? A kam qenë manipulues dhe ndërkohë i depresuar? Me vërtetësi, duke ditur dhe duke dhënë këto përgjigje, me qetësinë tuaj, të jeni të sigurt që ju vetëdjesojeni dhe do ta jap përgjigjen pse. Tjetër është, a kam qenë i mbyllur dhe ndoshta dhe paranoid, shënim? Me vërtetësi, vetëm me vërtetësi, edhe në qoftë se nuk ju vi mendime për momentin, këto pyetje vazhdojnë këto 2 javë me radhë, derisa të vi me radhë, po t'jeni të sigurt që shpirti juaj, zemra juaj do t'ja sjellë atë që jeni, përderisa jeni në këtë video, bekojeni këtë rrugë. Tjetër, a kam kaluar kohë mjaftueshme me shtëpinë time, me familjen time apo me miq që i konsideroj si familje? Jepini përgjigje me vërtetësi. Mesazhi i nënës-ën është, jini të sigurt me veten tuaj. Kjo është që bëhet, jeni të sigurt me veten tuaj. Po që të jeni të sigurt me veten tuaj, kuptoni këtë mrekulli. Dashuria e vetes tonë është guri më i rëndësishëm ndërtues dhe vetëdia jon është cimentua. Ju tash me dini këtë, pra guri dhe cimentua. Çfarë krijojnë? Krijojnë ndërtesa, krijojnë ndërtime, krijojnë çdo gjë. Pra çdo gjë është e krijuar nga universi, në ndryshim, në zhvillim. Asgjë nuk mund të rri e njëjtë, asgjë nuk mund të fiksohet. Çdo gjë është në ndryshim, në zhvillim. Edhe në këtë moment që ndjeni, çfarë ndjeni, qoftë në botën e jashtme, qoftë në brendësitë të shpirtit tuaj, nuk janë se ndodhin pa qëllim, janë energji, një ngarkesë qoftë mendore, qoftë edhe një ajo që ju ndjeni, emocione që ju vjen në trupin shpirt për të shkëputur nga e kaluara dhe nga proceset karmike, që nuk na shërbejnë dhe karmën ju e dini, si keni në qoftë se fjalët, mendimet, zakonet, sjelljet, varësitë, situatat, i shikoni në mënyrën e jo optimist, pra në mënyrën e asaj që jeta nuk është për ju e të tjera, sigurisht ju këtë të rihni se është ligji kompensimit. Pra çfarë jep do të si kontriboni për shtatëmërisë. A je i kënaqur me jetën, edhe jeta do të bie lehtë me ju. A je që ankohesh me jetën, sigurisht këtë do të rihni, pra këtë do të ndjeni në jetën tuaj. Sa më shumë të ankoheni për sëmundjen, aq më shumë do të rihni sëmundje. Nuk mund të gënjej, kështu është çdo gjë, ne duhet të jemi optimist, sa më shumë optimist, aq më shumë hormonet tona qëndrojnë optimiste. Pse kur shkoni, edhe nëse keni kaluar situata të vështira, pse kur shkoni në ambiente me pushime ose në dasma të tjera, ndjeni, pse? Sepse e pranon veten që të kënaqesh. Atëherë kënaqu çdo moment. Edhe atëre ku në cep nuk shkon mirë, sepse mantra çdo gjë do të kaloj. Tjetër është energjia, gjini ekuilibrin, që do të thotë midis nevojave që ka shpirti juaj, nevojave tuaja, dëshirave tuaja, por ndërkohë edhe pritshmërinë që ka njerëzit tuaj. Dhe pjesa e tretë, për të gjithë ju që me të vërtetë
jeni të thirrur për të reflektuar dhe që kërkohet, është që do të filloni me çdo anë të plot. Kjo është një ceremoni që ju ndihmon në çdo anë të plot, ju ndihmon. Edhe sa që ju uleni me veten tua, ju do të arrini të gjini sigurin, paqen e brendshme, dhe ky është edhe koha e Arafatit, kohë deri në korrik, është nyja veriore është në peshqit dhe nyja jugore është në Vigjeresh. Peshqit kujdeset për të arritur në paqen tonë të brendshme, ndërsa Vigjeresha kujdeset që jemi në tokë, kujdeset për detyrimet tona, për jetën që bëjmë këtu, në lidhje me shëndetin tonë, në lidhje me njerëzit tani të tjerë. Gjithsesi, kjo është deri në korrik dhe ju jeni të ftuar dhe e ndjeni tani, sepse kemi hyrë në vitin 1 që jeni kthyer, pra do të lidhemi akoma më shumë me reflektimin me veten tonë në brendësi të vetes tonë. Dhe tani filloni me ceremoni. Ulluni në veten tuaj, 10 minuta ulluni, dhe në veten tuaj sillni për shembull kush është ai person me kë ose me këdo që të keni, që të ke meri, ke xhelozi, ke mërzitje të tjera. Mësoni që le të themi që t'ju ndihmoj, le të themi që dikush, kushdo që të jetë dikush, të mërziti, të inatosi e të tjera. Pra dikush t'i krijoj këto gjëra. Atëherë të kuptoni një gjë. Ju do të filloni dhe do t'i kërkoni personit, pra kush ishte, ju e dini, do t'i kërkoni personit se kush ishte sjellja juaj që e bëri atë, t'ju nebrikosi ju, t'ju inatosi ju. Pra kush ishte sjellja juaj që ai ju nebrikosi ju, apo ju inatosi. Pse? Sepse asgjë nuk ndodh pa shkak. Nëse ju jeni vetëm, ndodh gjë me ju? Sigurisht asgjë. Po nëse dikush vjen dhe me të drejtë dhe pa të drejtë, çfarëdo lloj që ju gjykon, ju inatos, ju mërzitet të tjera, për çfarëdo lloj që të jetë, nëse ju e ndjeni këtë, është që i e lënduar. Prandaj, për të liruar nga këto gjëra që të krijojnë siguri emocionale, do të thotë që ti kërkosh tjetrit, pra në këtë rast, duke se je me veten tënde, kush ishte sjellja jote, dhe kjo bën që duke e ditur, se po bëhesh e vetëdijshme, është çimentua, duke e ditur, është ajo që ta ndjesh, pra bëhesh ndjeshëm për atë që e di, dhe në këtë mënyrë me dashuri e lë personin. E lë sepse e di që gjërat kanë ndodhur, se ka qenë afat i ulët dhe i ndërgjegjësimi dhe nuk i dinim shumë gjëra, dhe kështu kemi lënduar njëri tjetrin, por tani prandaj jeni këtu dhe prandaj po mësoni në këtë rast. Tjetër, çfarë do të bëni, çfarë do të filloni, është që të gjithë ne do të shkëputemi nga emocionet dhe nga zakonet që ne nuk na shërbejnë. Duke qenë në fillim, ju masi të lirojni, se mund t'jeni të trishtuar, mund t'jeni të zemruar për këto çfarë po bëni e tjera, masi të keni merrni frymë dhe liroje vete nga shqetësimi, nga trishtimi, nga ankthi, dhe sa më shumë me frymëmarrje 4 e merr, 4 e mban, 4 e lëshon. Pra dhe në këtë rast arrin në rileksim të trupit. Pra në momentin që keni arritur në rileksim, pra kujtoj vetes kush është ai mendim që të krijon irritim, të krijon shqetësim, pra ide apo çfarë zakoni, dhe këto shkruaj, ti vetë që ty të shqetësojnë, ti vetë, jo vetëm ti me atë që ke krijuar vetë, dhe që ndjen në veten tënde nga të vjen ky shqetësim, shkruaj pra i mendimi, ideja apo zakoni, shkruaj kush janë, dhe me vërtetësi kush janë ato që me të vërtet shpirti ja u sjell dhe që kërkohet. A mund të jetë zakon, mund të jetë dhe pirja ose duani, ose mënyra e të ngrënit, ose mendimet nuk janë tasheteme, janë e tjera, pra manipulim, pa vërtetësi. Pra kush janë këto gjëra, shkruajni. Dhe duke i shkruajtur, apo ide, çfarë, mund të kesh mund të kesh disa, nuk ka rëndësi, do të shkruash në flet, okay? Dhe mundësisht
me vërtetësi, sa më shumë fjalë, me vërtetësi për atë që ti je në këtë rast, kush është mendimi, kush është zakoni dhe kush është ideja. Tjetër është, masi do të vazhdoni në lidhje me persone, pra kush është ai person që ju ka mërzitur dhe ju nuk e keni falur akoma, dhe që jau sjell dhe shpirti, dhe në këtë rast mund të filloj që në familjen tuaj. Pra jeni të vëmendshëm se jau sjell shpirti, se kjo është që kur ne lidhemi me veten, dhe që nuk e keni falur dhe në kohën e familjes, pra që ju ka dëmtuar ju, që ju pra me të vërtetë ju ka bërë keq ju. Edhe në këtë rast është do të shkruani emrat. Kush mund të jetë? Mund të jetë nëna juaj, mund të jetë baba juaj, mund të jetë vllai, kush do që të jetë që në kohën e familjes, por edhe gjatë rritjes tuaj, mund të jetë mësuesi juaj, mund të jetë një shoku juaj e të tjera, që ju ka me të vërtetë ju ka bërë keq, ju ka mërzitur e tjera. Pra shkruajni këto në këtë listë. Dhe së fundi, çfarë do të bëni? Do të uleni në veten tuaj dhe në qetësi, të gjithë këto njerëz, apo mendimi, apo zakoni, apo lista për që ju keni bërë, apo personat, dhe në këtë rast, në lidhje me mendimet, në lidhje me idetë, në lidhje me ju i keni në letër, i keni shkruajtur, i keni dhe në vërtetësi, e keni ndjer atë, sepse kur je në vetvete, me shpirtin e ndjen, pra i bëhesh i vetëdijshëm, i ke shkruajtur tani me personin që keni shkruajtur, kushdo që të jetë që të ka bërë mirë, të ka bërë keq ty, po dhe ti të tjerëve. Në këtë rast i ke shkruajtur emrat, atëre ulu, mbyll syt dhe merri këto persona mera. Për shembull, po marr rastin, merr Dianën, mund të jetë nëna jote, mund të jetë motra jote e tjera, që ju e keni se jeni unik. Unë po marr Dianën dhe në këtë rast shikoje Dianën që po buzëqesh me ju. Dhe krijo në vetvete, pra me sy të mbyllur, krijo në vetvete një ndjenjë të mirë me këtë buzëqeshje. Pra krijoje, imagjinoje, ndjeje me mirësi, sepse këtë e bën shpirti, këtë e bën zemra. Dhe mbi të gjitha, të arish ti thuash vetes, më fal. Dhe lëre këtë person, lëre Dianën të notoj në ujë. Mësoni një gjë. Ju, gjatë gjithë kohës, çfarë do lloj që të bëni, çfarë lloj ndjeshmërie që të ndjeni, herë mirë, herë jo mirë, të jeni të sigurt që jeni në rrugën e drejtë. Një gjë ju jap këshill, mos prisni të pushoj shiu, por të jetoni çdo moment, çdo sekond me shiun. Kur them shiu do të thotë janë rreshje, dhe lotët tona, pra ndjeshmëria. Askush nuk e di se kur do të bjerë shi, edhe nëse e parashikojnë. Askush nuk e di se sa do të zjasi shiu, po një gjë dihet që do të pushoj. Pra ju nuk keni pse, pra kërkoni që, pse jam unë, por të jetoni çdo sekond, çdo moment me shpirtin tuaj, ashtu si ju ndjeni, dhe të ndjeni si ju ndjeni, vetëm një gjë, kur ju jeni me shpirtin, që jeni me shpirtin dhe me ndjeshmëri, dhe arrini në veten tuaj të lartë, ju nuk i keni emocione të nervozuara, dhe pse keni ndjeshmëri nuk jeni në nervozizëm, dhe nuk jeni në emocione, në ndjeshmëri emocionale. Sepse ne kemi qenë, sidomos ju që ndiqni, ne kemi qenë empath, të ndjeshëm, ne kemi bërë ndaj të tjerëve, por kush ishte ajo, ne nuk dinim si të punonim me këto emocione dhe ne lëndonim të tjerë, dhe pse ishim të ndjeshëm. Dhe një pjesë nga akoma e njerëzve që flen gjumë janë të ndjeshëm, shumica e njerëzve tanë, ne jemi të mrekullueshëm, ne jemi të ndjeshëm, sepse kështu na ka krijuar krijesa. Por pavarësisht të afateve kohore që kanë qenë në një nivel të ulët, ndërgjegjësimi në këtë kohë është i lartë. Dhe çfarë ndodh? Ne jemi bërë më të ndërgjegjshëm në lidhje me botën e jashtme, por tani është që shpirti ka marrë mësimet, ka marrë gjatë rritjes tonë herët avon që të gjithë ne do të lidhemi me shpirtin, dhe tani është koha për një mënyrë akoma dhe më të shpejtë, sepse energjia e mençurisë së vërsimeve të vërtetësisë
fuqisë së Zotit, të energjisë së universit, për të cilën është ekuilibri dhe ne do të arrijmë në ekuilibër, por që të arrihet në ekuilibër ne do të lidhemi me shpirtin tonë, me qëllim që të rikthejmë energjinë, të rikthejmë paqen e brendshme, ashtu si dikur fëmijë. Sepse ju keni fëmijë tuaj ose jeni gjyshër i shikni si janë fëmijët. Edhe sidomos të kësaj 10 vjeçari, oh my God, ata kanë lindur me mençurinë e brendshme, sepse është edhe energjia që ka në ndikim është shekulli. Pra, çfarë do të thotë? Universi është zhvillim, ndryshim, zhvillim. Edhe në qoftë se ju shihni që ka kriza, asgjë nuk ndodh pa shkak, por nga krizat ne do të mësojmë dhe do të dalim dhe do të vazhdojmë, pra do të ndryshojmë dhe do të zhvillojmë. Kështu është dhe me veten tonë. Pra çfarë do lloj që të kaloni, çfarë do lloj që ju sjell shpirti juaj, mos rezistoni, sepse pa ndier dhimbjet nuk ka shërim. Pa ndier krizat nuk ka zhvillim. Dhe kjo është perspektiva e shekullit 21 dhe duke filluar dhe viti 2026 që na fton që të gjithëve për të reflektuar akoma më shumë, për të lidhur me veten tonë, sepse është dhe numri 1, po për këtë do të bëj video në ardhshme në lidhje se si është cikli 9 vjeçar në vazhdim për të gjithë ju. Gjithsesi për sot unë po e mbyll duke ju uruar mirësi dhe vazhdoni të ndiqni jo vetëm ënat e reja dhe ënat e plota që janë çdo muaj, por edhe si ndryshojnë stinët, ndryshojmë dhe ne. Dhe sido që të jeni, ju që keni hedhur farën, mbas 3 muajsh kur filloj stina e pranverës, frymëzimi, do ta ndjeni që o jeni në një cikël të ri të jetës, o në një fazë të ri të jetës, por gjithsesi jeni gjithmonë stinët na sjellin ndryshim. Kjo stinë e dimrit është stinë e mençurisë, për të lidhur sa më shumë akoma me veten tonë, për të reflektuar, për të hequr dorë nga çdo gjë që nuk na shërben, me qëllim që të arrijmë në një ndjeshmëri të lartë, me qëllim që të arrijmë në një intuit të lartë, dhe intuita jonë është ajo që sa më shumë të dëgjojmë zemrën, aq më shumë na drejton në përgjigjet neutrale, përgjigjet e vërteta, ndërkohë na arrijmë në sigurinë, në paqen e brendshme dhe mbi të gjitha ne vendosim kufin dhe pse ne jetojmë në këtë realitet për të cilën është bota e ndarë në 2 realitete. Në njërin anë janë energji të ulta që pra njerëzit flen gjuhën pa e ditur, në anën tjetër janë e frekuencat e larta të dritës dhe të mençurisë që duam apo nuk duam, herët apo vonë, që të gjithë ne në mënyrë vullnetare ne do të lidhemi me këtë jonë hynore për të cilën është bukuria e jetës. Bekojeni veten dhe ecni me këtë dhe 2 mantra që do t'ja definitiv filloni shkruani. Këtë ka të bëjë me unë në këtë hënë të plot, fal gjithçka, të gjitha, çdo gjë, çdo përvojë, çdo të kaluar, në çdo kujtim, në të kaluarën dhe në të tashmen i fal tani. Unë i fal që të gjithë prerazi. Unë fal gabimet e mia dhe eci përpara. Universi është dashuri dhe unë jam e falur. Dashuria më udhëheq mua, dashuria më korrigjon jetën. Me këtë unë pres paqe. Faleminderit. Tjetër për një pjesë nga ju që e ndjeni që zemra juaj, pra jeni lidhur me shpirtin tuaj dhe zemra juaj kërkon akoma më shumë që të vazhdoni të rrisni, të zhvilloni aftësitë tuaja shpirtërore. Pra jeni të lirë, askush nuk ju pengon, është mantra. Pra nëse dëshironi, unë sjell dashuri, shërim në të gjitha besimet e mia, mendimet e mia, marrëdhëniet e mia, mësoj mësimet e tyre dhe vazhdoj jetën. Unë thras copërzat e shkëputura të shpirtit tim me këtë hënë të plot të pastrohen dhe të lidhen përsëri me qëllim që të pra për të bashkuar komplet ashtu si krijesa më ka krijuar. Dërgoj dashuri vetes time, njerëzve që njoh dhe njerëzve që më njohin në të gjitha afatet kohore
Dhe me këtë të plot të bukur, unë jam e shëruar. Ndërkohë, të gjithë listat që ju keni bërë, pra i shkruajtët digjeni pra në lidhje me faljen digjeni në VC, pse? Sepse universi, kur ju e dishti, do të thotë që ju do të rrishni akoma dhe më shumë mirësi, dashuri, dhe një tjetra është dhe që të falni, më falni minjos. Minjoja ka të bëjmë atë, sa më shumë ne minjos të jemi me gjithçka që ne kemi, me gjithçka, aq më shumë ne rrisim ndjeshmërinë tonë. Dhe një nga këto është që duke qenë minjos, ne i mbyllim gojen egos tonë, pra krijojmë sa më shumë minjos, sa më shumë optimizëm të jemi, pra krijojmë egos tonë, pra atë që ja mbyll gojen, dhe në këtë rast ne krijojmë manifestimin tonë, shërimi juaj, për çfarë do lloj që ju jeni këtu, apo manifestimi juaj është më i lehtë. Dhe për këta është përsëri një letër, shkruani 3 vende që ju jeni të kënaqur, 3 persona, 3 gjëra, 3 mendime, çfarë ju jeni të kënaqur, që ju kënaqu, shkruajni. Po kështu edhe emrat e listët me njerëzit tuaj për të cilën me të vërtet ndjeni që keni lidhje, pra ndjeni që energjia juaj rritet. Edhe këtë digjeni në VC, sepse sa më shumë minjohet jeni, aq më shumë ju do të filloni, pra jeni të kënaqur dhe tani vazhdoni, sepse jeta është, shpirti kërkon rritje, zhvillim. Pra që të gjitha këto është që ju arrini të bëheni, pra të lidheni me veten tuaj, dhe kjo është mrekullia që ne të arrim në paqen e brendshme, sepse deri në korrik të 2026 është akoma shenja nyja veriore në peshqit, që do të thotë edhe pse ne jemi të interesuar, pra jemi sepse ne jetojmë në këtë realitet dhe të dhënë bas pra sigurisë së jetës, bukuria e jetës është kur ne kemi paqe të brendshme, çdo gjë ecë në mënyrë të rrjedhshme, sepse jemi në këtë kohë deri në peshqit janë, ju e dini, janë krijues, janë shpirtëror, janë ëndërrimtar, ndërsa Virgjeresha, se kështu është një jugore, është në Virgjeresha janë që kujdeset, pra është lidhur me familjen, këtu ku jetojmë ne, dhe në këtë rast në lidhje me detyrimet që kemi ndaj të tjerëve, qoftë në botën jashtme, qoftë dhe në familje, ashtu sikurse edhe me nevojat tona shpirtërore, me shëndetin, me çdo gjë në lidhje me lëvizjen e trupit, me ushqimin e tjera, pra që të gjitha këto do të ndjehen deri në korrik të vitit që vjen. Sido që të jeni, çfarëdo lloj që ju keni bërë, për një pjesë që keni akoma këto gjëra për të liruar, të jeni të sigurt që nëse vepronin me këtë hënë dhe me luanin, do jeni të sigurt që në mars, kur të filloj pramera, ju do të kuptoni që jeni në një drejtim tjetër të jetës, sepse universi është ndryshim, zhvillim. Ne nuk do të ndryshojmë, ne jemi kështu siç jemi, por ne do të lirohemi nga çdo gjë që nuk na shërben, me qëllim që çdo gjë e vjetër që nuk shërben do ta lëm atje, pa gjykim, pa kritik, dhe do të vazhdojmë me terren, me rrjedhën e jetës, ndryshimeve kozmike në frekuencë tonë të lartë dhe në vibrimet tona ose sinkronizimet tona, dhe sa më shumë sinkronizime ju të merrni, aq më shumë jeni të vëmendshëm me to, merrni informacion, ku jeni, si u ndjet, ku ishit, çfarë kishit në mendje, çfarë ndjet në trup, këto janë informacionet tuaja, qoftë dhe me ëndra apo me çfarëdo lloj që ju ndihmojnë ju që të ecni përpara, dhe me mua mirupafshim deri në video tjetër. Faleminderit.